Mish të programit Motiv, mirë mbrëma dhe mirë se erdhët në studion tonë. Gjatë javëve në vijim do të fokusohemi pak më shumë në tematika që kanë të bëjnë me orientimin profesional të të rinjve, me që për shumë shkurt të rinjt si maturantët, po ashtu edhe semi-maturantët do t'jenë në udhkryqet e para për zgjedhjet profesionet e tyre, andaj do të munduemi që edhe ne të jemi një motivim sa më i dur dhe sa më i sakt për atë se çfarë mund t'i pres në të ardhmen dhe çfarë rrugtimi profesional do të mund të zgjidhin. Gjithmonë duke ftuar këtu në studio profesionistë të sferave të ndryshme, të cilët edhe mund t'i qasen tematikave të tilla me një qasje pak më profesionale dhe më të thukt. Ne shumë shpesh flasim për ikjen e të rinjve, por shumë pak flasim për integrimin dhe mundësitë e hapësirave profesionale të tyre në vendin tonë. Pikërisht sot, unë kam zgjedhur që të diskutojmë për profesionistët e ri, sfidat, motivimin e tyre dhe integrimin e tyre në vendin tonë. Kam ftuar dy të rinj, të cilët janë kogja specifik në përgjigjet e tyre profesionale, janë të dy në sfera shumë specifike dhe deficitare në vendin tonë. Kam të ftuar një magjistre të muzikologjisë dhe një regjisor teatri. Është Nora Bajrami, magjistre muzikologjisë, profesoresh në Shkollën e Mesme të Muzikës në Shkup, gjithashtu edhe kritike e artit, si dhe autore e monografisë artistit Veljko Todevski, si dhe Orges Karaga, regjisor, ish student ekselent dhe tashmë ka pasur edhe sfidat e para profesionale ku ka dëshmuar një potencial serios. I ftoj në studio që të dy për të vazhduar diskutimin, Orges dhe Nora, mirë se erdhët në studion e Motivit. Kënaqësi edhe bukur kur kam të ri në studio. Orges, mirë se erdhe, kënaqësi. Nora, mirë se erdhe në studio. Urdhëroni akomodoni. Kemi një temë pak jo të thjeshtë për ta diskutuar sot. Besoj zakonisht edhe kur jeni ftuar në për studio për të folur për sukseset e juaja profesionale, por sot gjithsesi do t'i prekim edhe ato, por do të mundohemi që ta trajtojmë edhe problematikën e orientimit të trive dhe të integrimit të profesionistëve të ri si dy profesionistë të ri që jeni. Fillimisht, më tregoni çfarë thonë aktivitetet e fundit, angazhimet e fundit. Nora, je profesoresh në Shkollën e Mesme të Muzikës. Momentalisht po, Arlinda. Angazhimi i parë im i fillestar ka qenë pikërisht aty, po edhe vazhdoj të jam ende. Për fatin tim të mirë ose të keq, nuk e di si ta shpjegoj këtë pjesë, jam ende vetëm në zavencim, apo nuk është një punë permanente kjo, që besoj që do ndërlidhet me gjithë pjesën tjetër të diskutimit që do e vazhdojmë tutje. Ndërka që Orgesi pate sfidat e para profesionale, aktualisht po bën edhe gjirën e vetë shfaqja Vetmi në Perëndim, të cilën e realizove me teatrin e Pogradecit. Si shkoj si eksperiencë? Me qendrën kulturore të Pogradecit, Lezgush Pogradeci e ka emrin. Pogradeci nuk ka teatr, po na shkoj mirë si eksperiencë, me aktorët, me miqë që i kam njohur. Dhe po e lëvizim. Gjenë më shumë hapësira integrimi jashtë apo këtu, Orges? Po, tash e konsideroj, tash nuk e di ata konsideroj jashtë Shqipërinë, Kosovën, po mendoj se nëse i konsiderojmë edhe ata si brenda, mendoj se ka, për fatin që më ka dalë mua, ka. Ka edhe mundësi profesionale, edhe për tri. Po, mendoj se po. Dua t'ju kthej pak tek fillesa, tek orientimi profesional, sepse mendoj që prej aty fillojnë ato dilemat e para edhe udhkryqi më kryesor i trimve. Si e përgjedhët ju profesionin tuaj? A ka qenë rezultati një dëshire, një ëndre që e keni pasur, ose njëri në vendin tonë detyrohet ta mendoj pastaj edhe hapësirën ku do të punoj edhe mundësit që ky vend ja ofron për të punuar ose jo. Nora, si ka qenë për ty? Për mu mendoj që është një ndjekje një ëndra, shtu më thjesht ta thjeshtësoj. Muzika besoj që shumica edhe për juve e din që fillohet prej në moshë të vogël, të moshë të hershme. Unë kisha fatin të filloj shkollën e ulët të muzikës në Kumanove dhe mandej vetvetiju ajo dëshira, dashuria, kurreshtja për më u thellu më shumë në muzikë, filloj që aty, edhe disi sikur ishte automatike, mandej edhe vazhdimi saj në shkollë të mesme, edhe tutje pas një pikë dyshimi ishte muzika, më saktësisht muzikologjia mandej tutje në fakultet. Po pse muzikologjia? Së është dikë më specifike, edhe kemi shumë pak muzikologë realisht në vendin tonë. Realisht numërohemi në gishtat të një dore, ta them kështu më mirë.
Muzikologjia është shumë deficitare. Unë kam përzgjedh këtë për arsye se është një ndërthurje, është një gërshetim i gjitha gjërave që unë adhuroja në atë periudhën e adoleshencës, në atë periudhën e shkollës së mesme, është ndërthurje e historisë, letërsisë, edhe më saktësisht dhe më kryesorja është ndërthurje e muzikës. Studimi muzikologjisë tash nuk e di nëse duhet ta sqaroj pak se është shumë deficitare dhe nuk mendoj që njerëzit e kanë të qartë. Muzikologjia është ta themi muzikës, ose mundem ta përdori edhe fjalën shkencë në këtë rast, që e studion muzikën në të gjitha aspektet të mundshme, në aspektin historik, teorik, analitik, po edhe kritik të saj, nëpërmjet të gjitha lëndave që vetë se më përpunohen brenda në muzikë, harmonia, melodia, ritmi, format muzikore. Për mu ishte një gjetje shumë e mirë dhe shumë e përshtatshme për gjitha... Edhe për unin tënd, me sa shoh. Besoj që nuk kam gabu në përzgjedhjen që kam pas. Orgesa, ta lejon vendi ynë luksin për të ndjek ëndrrën ose duhet kesh frikë edhe për hapësirën se ku do të punosh ose integrohesh? Tash mund të flas vetëm për veten. Po, patjetër. Vetëm për veten mund të flas se e di që nuk është një eksperiencë universale. Absolutisht. Mua më ka rënë disi fati që të kem një familje artistësh, jam rritur në atë rreth dhe e njoh botën e teatrit. Po, mund të them. Edhe fakti që hyra në këtë botë ishte prap nga vetja, nuk më shtyri askush dhe mendoj me mundësit që kam pasur unë, kam pasur, po nuk e di nëse ajo do dalë universale për gjithë, sepse është një gjë shumë specifike. Regjia, teatri, arti në gjithësi është diçka shumë individuale. Absolutisht. Si e zgjedhin të rinjt profesionin sot? Nga eksperienca që keni pasur qoftë edhe ju me miqt, me shokët e gjeneratës, ndjekin ëndra ose bëjnë edhe analiza dhe të tregut të punës, të shohin se ku munden pastaj edhe të orientohen? Muzika për shkak se është shumë specifike për dallim prej regjisë ose prej teatrit në përgjithësi, ndoshta e kërkon pak edhe një pjesë që të fleje në shpirt. Pa dallim a ka apo nuk ka vend pune. Prej eksperiencës personale unë mund të them që kam hyrë pak çorazi në këtë pjesë, jo që kum bën ndonjë analizë specifike për tutje për vend të punës, edhe pse ka vende të punës për muzikolog, po që janë pak problematike për tu arritur deri aty. Mungesa institucioneve të shumta edhe mungesa e hapësirës për të punësuar në ato vende. Përsa i përket kolegëve të mi, një pjesë e madhe mund të them që një 70% e tyre, paktën gjenerata ime që ka qenë, nuk kanë vazhdu muzikë. Kanë vazhdu komplet diçka tjetër, ka pas raste që kanë vazhdu edhe arkitekturë. Prej muzikës në arkitekturë është komplet, jo detyrimisht komplet e kundërta, po që është shumë larg asaj që është studiu për gjatë 4 viteve. Çka i ka shtyp për ta bërë këtë Nora? Çfarë mendon, ka qenë një lloj frike se nuk do të mund të kenë hapësira punësimi ose cila ka qenë ndoshta një prej arsyeve më prevalente pse pjesërisht kanë marrë një orientim tjetër pastaj. Pjesërisht janë të dyja, pjesërisht edhe kjo është edhe mungesa e tregut të punës, pjesërisht edhe është pjesa që nuk e kanë ndje veten të gatshëm për të hyrë kësaj rruge, se në momentin që i hyn pjesës së artit, pa dallim se cili segment është, duhet të bësh skllavi profesionit. Edhe është shumë e rëndë t'ja përkushtosh të paktën një periudhë të caktuar të jetës asaj që ta kuptosh thelbin e punës cilën ti duhet ta bësh. Edhe mendoj që është edhe frika tutje se a do mundet të gjenden ose si do munden të gjenden, se jo të gjithë dëshirojnë të përfundojnë arsimtar në shkolla fillore, apo tash nuk dua ta anashkaloj ose nuk dua ta uli pjesën e arsimit, absolutisht është njëra ndër profesionet më të shenjta që mundet të gjenden, po që është një pjesë e madhe e muzikantëve përfundojnë si arsimtar, kryesisht në shkolla fillore. Një pjesë e vogël janë të punësuar në shkollat e mesme profesionale të muzikës, edhe mendoj që kjo shumë elemente ka këtu brenda që ndërthure
kulturën. E aq më pak janë në institucionet shtetërore të muzikës si Filharmonia edhe opera, baleti, ose edhe mund të numërohen edhe me gishta ata që janë të nacionalitetit shqiptar realisht. Orges, atë ofron sistemi ynë informim të mirë për karrierë ose e ka haruar këtë element, ta bëjt paktën me gjenerata tuaj? Realisht tash me këta eksperienca tona, është një gjë që duhet ta kërkosh, nuk është se ta japin lehtë, nuk të vjen aq lehtë informacioni, po prap, me rrethin tim është teatri, aktorët, të gjithë kjo pjesë e artit dramatik, dashte nuk dashte jemi shumë të afërt. Dhe prej aty marrim, sidomos në Maqedoni, se realisht nuk ka shumë aktorë ose regjisorë, dhe të gjithë e njojnë njëri tjetrin. Deri diku. Edhe qasja në informacion pak më e thjeshtë nëse do të ndjekësh ëndër zili. Po, sistemi nuk është kujdesur në ora që t'ju bëj një orientim më të mirë në karrierë, kur keni qenë në shkollë të mesme? Jo, të paktën gjeneratën time jo. Por që e vërej, 2-3 vitet e fundit, nëse nuk gaboj, ka një prezantim, ka një interesim prej fakulteteve që të vinë të prezentojnë degët e ndryshme në të gjitha shkollat e mesme, po që edhe informacion është shumë i vobekt, nuk është i pasur, është shumë si përfaqësor, ndoshta, kisha thënë kështu më thjesht, të paktën në shkollën, po e marrë shembull shkollën e mesme të muzikës, nëse në shkollën e mesme të muzikës vjen një fakultet i artit edhe e prezanton fakultetin, aty ka edhe degë të tjera që nuk është që thellohemi neve në shkollë të mesme atë shumë për informacione, edhe pse këtu është shumë punë individuale. Pa marrë parasysh që fakulteti vjen edhe e prezanton mendoj degën ose të gjithë fakultetin, nëse flasim për pjesët e instrumentit, nëse duhet të studiohet një instrument, studentët duhen më herët të kontaktojnë me profesorët të mirën vesh, që të mundin, është komplet, është shumë individuale, është sistem komplet ndryshe prej kësaj pjesës tjetër të shkollave të mesme, nuk e di shkollave të mesme të përgjithshme, gjimnazit ose ekonomisë ose shkolla tjera që janë ndoshta jo aq specifike sa janë këto shkolla të artit. Ndryshe është sistemi, ndryshe është edhe sistemi i studimit. Neve kemi edhe provime pranuese në fakultet të muzikës. Mendoj janë 3 deri në 4 provime pranuese varësisht prej degës e cila zgjidhet. Duhet përgatitet programi edhe mandej të jenë të gatshëm të hyjnë. E tash ky prezantimi i fakulteteve gjatë periudhës së marsit edhe të prillit nuk është që ju jep shumë hapësirë për të përgatitur nxënësve. Ata duhen shumë më herët të bëjnë hulumtimet e veta, edhe ta mendojnë fikse ku do të shkojnë edhe çka do të vazhdojnë tutje. Edhe orientimi të filloj shumë më herët. Të flasim pak për formimin profesional dhe arsimin. Si keni përjetuar ju procesin e edukimit profesional në vendin tonë? Atë ka aftësu mjaftueshëm fakulteti Orges për tregun e punës? Unë kam kryer fakultetin në Tetov. Po. Dhe edhe ke qenë student ekselent. Po. Të mbajmë në lista. Një gjë që më ka bërë fakulteti të mësoj është që të hulumtoj. Se realisht ka pasur sa mungesa, ca probleme, si të themi, që nuk i kam pritur. Si për shembull? Resurse? Jo resurse, nuk e di. Ishte ndryshe nga diçka që e prita tashti, kjo vetëm një rastësi e imja. Absolutisht. E di për shembull në ditën e parë mbaj mend se nuk e di pse prita të jetë më fikse, shkova pas orarit, duheshte të udhtoj, po nuk ishte profesori aty. Gjëra të tilla që plus që ti vjen nga një shkollë e mesme private. Po, dhe ishte një botë tjetër për mua aty. Dhe kur fillova të mësohem me atë lloj pune, fillova të gjej se si të manovroj mes asaj. Mes mungesave mësova se si të hulumtoj vetë. Kështu që edhe pse i ka pasur problemet që i ka pasur, mendoj se më ka bërë më kurioz, më kurioztar, të mësoj të punoj për t'i marrë këto informata.
Absolutisht. Nora, ke ndjekur studimet edhe master, edhe pse je shumë e njomë në mosh, e përmenda që ke bërë edhe, je autor edhe një libri profesional, shkruan tekste kritike të eventeve kulturore, një pjesë që ka mungu jashtëzakonisht shumë, sidomos parë nga një prizëm tjetër pak nga një shqis më edukuar profesionalisht, diçka që ka mungu jashtëzakonisht. Sa të ka aftësu ose sa ka qenë sistemi i arsimit i mjaftueshëm për të formuar ty si një profesioniste? Unë kam pas fat, të them kështu, gjatë fakultetit, për shkak se profesoreshën me cilën kam punu, është një ndër profesoreshat më të mira që mund të ekzistoj. Kështu e them pa ndrojtje dhe pas një pik dyshimi këtë pjesë. Kam qenë studente e vetme në muzikologji gjatë asaj periudhe. Nga një student realisht në çdo 2 vite pranohat. Kohëve të fundit është vetëm edhe një studente, nuk është që ka shumë studenta në muzikologji. Edhe neve punojmë prej vitit të parë me mentor, do të thënë neve nuk e zgjedhim mentorin vetëm për temë diplome si shumica rëndon me fakulteteve, neve prej vitit të parë jemi me të njëjtin profesor, me të njëjtin mentor dhe ai na udhëheq për gjatë 4 viteve të studimit. Edhe e mira e muzikologjisë në këtë rast është se çdo provim për gjatë 4 viteve neve i kishim para 3 vetave komision. Do të thënë ajo ishte tonë një farë evaluimi i studentit prej fillimit deri në fund. Unë mund të them që jam përgatitur më shumë se sa që realisht ka trek momentalisht prej profesoreshës edhe prej gjithë fakultetit në përgjithësi, për shkak se edhe landet ishin pikërisht ato të cilat unë vetëm në këtë moment edhe i hulumtoj, i punoj nga pak, i preki nga pak. Pjesa monografia është produkt realisht i gjatë 4 viteve të studimet. Si fillim ka qenë si temë diplome ishte jeta edhe vepra e kontrabasistit Veljko Todevski, mandej e njëjta me dëshirë edhe të profesorit Veljko Todevski, po edhe time bashkarisht, u pasurua edhe doli në formën e një monografia, për shkak se ka një jetë tepër interesante, një jetë ashtu që është në mes 3 qyteteve të ish Jugosllavisë atëhershme, Shkupit, Sarajevos dhe Dubrovnikut. Mendoj është një trekanç ashtu që ka lënë shumë gjurmë në jetën e tij, edhe është një jetë ashtu me shumë ngjyra që e ka pas profesori. Pjesa e kritikave është mendoj një dëshirë imja me kur e pash që fakti që mungon shumë mungon kjo pjesë. Kritikat mund të them që unë i bëj me vedëshirë. Përveç që festivalit Skupi Kamerfest të muzës, që angazhohem prej festivalit për të shkrujt të njëjta, pjesën tjetër e bëj me vedëshirë, me vetë iniciativë, jo që dikush e kërkon, nuk e kërkojnë as gazetat, nuk e kërkojnë as portalet, apo që është një mundësi shumë e lehtë për publikimin, po që gjithmonë unë duhet jam ajo që duhet ta dërgoj tekstin te portalet, me një lloj mënyre edhe duhet t'i lus, tash mendoj lejohet ta përdori edhe këtë shprehje, për shkak se nuk është që kanë interesim për t'i publiku të njëjtat. Ka raste që i publikojnë edhe me gabime, mendoj faleminderit të gjithë portalet që kanë shpreh dëshirë për t'i nxjerr, po edhe aty duhet të gjesh një person brenda gazetës, brenda portalit për të mund me nxjerr shkrimin. Në vend se të ishte kundërta, realisht të angazhueshin profesionistët që të bënin atë punë vetë dhe jo profesionistët të kërkonin që në mënyrë vullnetare të publikohet puna e tyre. Kjo është nërsa një twist i çuditshëm te sistemi ynë që duhet të jesh vetë kërkues dhe nuk është se të mirëpret shumë mirë sistemi. Përveç asaj që tha Orgesi si një shok të parë që ka përjetu nga një diskrepancë një sistemi në një sistem tjetër, cilat i kishe përmend si pengesat kryesore gjatë procesit të studimeve në vendin tonë? Cilat janë sfidat me cilat ballafaqohet një student i ri që do tjetë pak më kërkues dhe të bëhet pak më profesionist? Realisht prej eksperiencës personale nuk mund të ndaj asgjë, për shkak se unë jam ndoshta një rast që nuk ka pas ndonjë pengesë as gjatë studimeve deri diplomike, as gjatë studimeve postdiplomike gjatë masterit. Mund të them që kam pas fat, që jo shumica e kanë në këtë rast, po në përgjithësi është mungesa e informacionit, edhe ajo në përgjithësi është një lloj pengese fakti që jo të gjithë edhe fakultetet janë të hapur për
për ide të reja. Ka shumë të rinj tash që ndoshta kanë dëshira edhe aspekte tjera të hulumtimit të cilat nga profesorët aktual në shumë fakultete janë ashtu ortodokse që ose duhet të jetë në këtë mënyrë ose nuk ka mënyrë tjetër. Mendoj që duhet të jenë pak më të hapur në drejtime të ndryshme, të shohin se gjeneratat po ndryshojnë, nuk janë, mendoj momentalisht ne kemi profesorët që janë ndoshta para pensionit, edhe ata vetëm më janë në një hap gjatë mbarimit të pjesës së tyre akademike apo punës së tyre akademike, realisht punojnë me një gjenerat komplet tjetër, me një gjenerat që janë të lindur në vitet 2004-2005. Po, është komplet diçka tjetër prej asaj të cilat ata ndoshta janë mësuar. Dhe këtu mendoj që këtu është ajo pengesa kryesore. Jo ndoshta qartësia mes komunikimit të profesorëve edhe të studentëve, të njëjtën e vrej edhe tek shkolla mesme. Unë jo që kam shumë dallim ndoshta me nxënësat që janë në shkollë të mesme aty momentalisht, po që e shoh, e vrej interesimin komplet një qasje ndryshe të tyre edhe qasje ndryshe time. Nëse unë jam fikse me ndonjë ide se në një mënyrë duhet të punohet në këtë mënyrë një lëndë, ata kanë një interesim ndryshe për t'ju qasë asaj lëndë. Kështu që mendoj që në këtë pjesë ndoshta pak më shumë diri për mendjet kritike të reja. E qartë. Çka ju ka motivua ju e gjatë procesit studimeve që qeni pak më kërkues ndaj vetes? A ju ka motivu sistemi ose është pjesë e vlerave personale që ju i keni? Sepse Geci është student ekselent. Çfarë bën një student ekselent në vendin tonë, Gec? Qa ke bërë ti gjatë studimeve që t'ka vequ? Unë vetëm i kam ndjek gjitha ligjeratat dhe jam kujdesur që ti marrë me respekt lëndët që mi kanë dhënë ligjeratat. Po dhe më kanë thënë që ke lexuar shumë, ke qenë kështu pak më kërkues ndaj vetes. Realisht, ta them, e konsideroj veten ende jo adekuat. Mendoj se mundem të bëj edhe shumë më shumë. Dhe nuk e di tash, nuk mund të them se ishte e lehtë, po mendoj se mundemi të bëjmë shumë më shumë dhe shpresoj që ata gjeneratat që do vinë pas meje do përpiqem që edhe ata të kenë një punë që të na tejkalojnë ne. Absolutisht. Mendoj ajo është për mua më e rëndësishme, që të punojmë që të jenë më mirë punët se janë. Ajo është qëllimi i gjithë kësaj. Kështu bëhet progresi. Nora, të ka motivuar sistemi që t'jesh ajo studentja kërkuese që i lodh pak më shumë profesorët me pyetje ose kërkon pak më shumë materiale, do pak më shumë resurse jashta fakultetit, universitetit? Jo, në përgjithësi sistemi arsimor jo, po që individ të caktuar ose të themi më saktësisht profesor të caktuar me mundësi që ata mi kanë ofruar vetë, edhe kur e kam pa kërkesën time ndaj tyre, kjo pjesë po, ndërsa sistemi jo. Sistemi nuk është që edhe ofron shumë mundësi. Unë mund të ndaj një moment tu në vitin e parë kur u regjistrova në studime deri diplomike, ka qenë semestri i parë dhe i vetëm kur Biblioteka Nacionale Shën Klimenti Ohrit e ka pas antarësi me një shumë minimale për studentët e vitit të parë. Ajo ka ndodhur vetëm një herë. Asnjëherë tjetër gjatë studimeve, gjatë 4 viteve të studimeve, po edhe gjatë periudhës së fundit jo. Nuk ka diçka të tillë. Tash nëse mendojmë që për antarësim studentët duhet të paguajnë, nuk e di, 600-700 dolar për në Bibliotekën Nacionale, në muaj? Jo, në vit është, po që prap në krahasim me herën e parë që ishte një shumë minimale, dikun 50-60 dolar nëse nuk gaboj, edhe ty pas parasysh kushtet në Bibliotekën Nacionale, mendoj që nuk është një motivim i mjaftueshëm për studentët. Unë kam pas fat, prap i kthehem këtij momenti që jam motivuar edhe nga vetë profesorët, po ndoshta edhe nga vetë dëshira që kisha. Unë isha kërkuese, profesorët më jepnin atë sa kërkoja unë, ndoshta edhe më shumë se sa kërkoja unë, po që i kthem pak mbrapa atij momenti që e përdora shprehjen pak më herët duhet të jetë sklav ndaj profesionit. Ndoshta duhet të sakrifikohet pak. E di se 4 vite studim, ndoshta dikujt i duken shumë, dikujt i duken pak, se 4 vite kalojnë shumë shpejt. Vërtet është kalojnë shpejt, nuk është që nuk kalojnë shpejt, po është një periudhë që disa gjëra duhet të sakrifikohen nëse don të arrish një rrumbullaksim ose ta marrësh të paktën një 80% të materialit që të ofrohet. Tash varësisht prej drejtimit, varësisht prej fakultetet edhe varësisht prej profesorëve me cilët kanë fat të punojnë. Por që kryesisht mendoj që duhet motivim shumë edhe duhet ndoshta një strukturë ndryshe e formimit edhe e mendimit për t'i motivu studentët, duke fillu prej kushteve më të mira në biblioteka.
E pastaj edhe kushteve më të mira në fakultet, si dim degët profesionale kërkojnë edhe resurse tjera. Kërkonit resurse nga jashtë, Orges? Në fakultet? Po. Kemi sigurisht me punë teknike, se në për shembull shfaqjen e diplomës e bëra këtu në Shkuptë, Teatri Shqiptar. Dhe kjo është prap, ky është fati që jemi pak, nuk jemi numër i madh dhe e njohim njëri tjetrin, e kemi më të lehtë të shoqërohemi dhe mundemi të punojmë bashkë me çfarë do lloj nevoje që kemi. Mund ta them këtë edhe në Pogradec, kemi pas ca mungesa, ca sende që ne e ndashur, po na ka ndihmu Teatri i Korçës në atë rast. Kështu që ka një bashkim forcash, kur ka vullnet të mirë. Ndoshta sistemi nuk është si duhet, po të paktën njerëzit që janë pjesë e rrethit duan të shohin sukses edhe për miqtë e tyre. Tani të dalim tek pjesa kur një profesionist i ri ballafaqohet me sfidat e para profesionale. Po qëndroj te Gese se sapo e përmende këtë lloj mungesë resurse dhe pastaj një ambient që bëhet pak më i ngrohtë, pak më i dashur kur një i ri ndoshta është aty. I mirëpret sistemi të rinjt, ambicioz edhe të rinjt profesionist, është dashamirës, është mitësor ambienti kur një i ri fillon të krijojë diçka? Mendoj se sistemi nuk ka se që të bëjë vetëm se të jetë mikpritës për atë, se ndryshe do mbaroj e gjitha, nuk duhet të lësh frymë të re të ky, dhe kjo varet, po do kesh njerëz kokfort, do kesh njerëz që thjesht hynë me një sy të mirë, dhe me ata do, si të them, do formohet, do hy, po. Po, ka, si të them, varet në çdo situatë, po është e mundur, edhe pse e vështirë. Është mikpritëse, po thua. Është mikpritëse, edhe pse mund të ketë ca ngatresa që realisht nuk mendoj se duhet. Nuk shifeni me shumë skepticizëm që është regjisor i ri, është profesionist i ri. Po tash sigurisht nuk mund ta di se çfarë thuan njerëzit jashtë prezencës time, po për atë punën që kemi bërë, nuk e ke ndjerë. Jo, e kanë marrë me respekt të gjithë këtë pozitën time që kam. Dhe besoj që ashtu kemi bërë punë. Rezultatet kanë qenë fantastike. Unë të Kuqen e kam parë, mendoj shfaqjen e Kuqja dhe ka qenë një brom i jashtëzakonshëm, i ri artistik për cilin edhe kam qenë e befasume. Qoftë për realizimin, qoftë për potencialin kreativ edhe për seriozitetin me cilin ishte punu shfaqja edhe prej anës së aktorëve. Nora, si e sheh rolin tënd si një profesioniste e re në vendin tonë? Realisht është temë komplet e veçantë kjo që duhet të bisedohet, po që mendoj që duhet të theksohen disa pika ashtu kryesore. Unë e përmenda pak më herët se të gjithë muzikantët e rinj përfundojnë në shkollat fillore si arsimtar të muzikës. Tash duke pas parasysh këtë fakt edhe mungesën e madhe të institucioneve, unë pata fatin të punoj në shkollën e mesme të muzikës edhe në shkollën e ulët të muzikës paralelisht, po që me një paralel tjetër nuk kam fatin e mirë momentalisht, për shkak se vendi adekuat për një muzikolog është ose në institucionet kryesore të kulturës, në filharmoni ose në opera dhe baletin e Maqedonisë, ose më i miri i mundshëm është në sektorin e muzikës në Bibliotekën Nacionale Shën Klimenti i Ohrit. Kjo për arsye se neve jemi në mungesë të madhe të Institutit Muzikologjik, për dallim prej qendrave tjera në rajon, Beogradi ka, Sarajeva ka, Ljubljana ka Institutin Muzikologjik. Te neve nuk ekziston diçka e tillë. Te neve është vetëm sektori i muzikës siç e përmenda në Bibliotekën Nacionale, ku ruhen edhe arkivohen të gjitha materialet muzikore, duke filluar prej krijimtarisë kompozitorëve të cilat legatet e veta ose i dorëzojnë në bibliotekë që të ruhen, është një pjesë që duhet detyrimisht të gjitha librat e publikuar të dorëzohen aty të ruhen, edhe është një vend adekuat se është bashkë pjesa analitike që e bën një muzikolog, i ke në dorë partitura qindra vjeçare që mund të t'i analizosh në shumë mënyra, është analiza të gjithave, që është puna e ëndrave dhe puna adekuate për muzikologun. Kjo puna që e bëjmë neve të gjithë, apo të gjithë muzikantët në përgjithësi, është një
punë, do shta do e kisha thënë dytësore, për shkak se ta sqaroj momentin se pse jam fiksu te ky momenti i shkollës fillore. Jo, shumë e rëndësishëm sepse rrallë kur sot është në vendin e duhur. Po, pikërisht edhe kjo i demotivon profesionistët e ri. Pikërisht kjo, se në shkollat fillore të përgjithshme duhet të punojnë vetëm ata muzikantë të cilët kanë mbaruar pjesën teorike dhe pedagogjike të muzikës, jo të tjerët, jo instrumentistët. Neve kemi një pjesë të madhe të instrumentistëve të ndryshëm, klarinet, flaut, gitar, piano, që japin mësim në shkollat fillore. Ata e kanë vendin diku tjetër. Ata vendin e kanë në orkestra. Ata vendin e kanë në ansamble. E në mungesë të tyre integrohen këtu? Po, këtu është problemi kryesor. Problemi kryesor është edhe në mungesën e financave që ndohen edhe nga Ministria e Kulturës, për shkak se ndohen shumë pak mjete për projektet. E dim që muzikantët në përgjithësi dhe interpretuesit mbijetojnë nëpërmjet projekteve. Ata duhen patjetër ta kenë edhe një punë tjetër që është permanente për të mund të jetu, ta them më thjesht. Unë momentalisht po e bëj një punë komplet diçka tjetër për kësaj që e bëj. Unë momentalisht jam... A të bën kjo ti jesh më pak e motivuar? Jo, për arsye se më ka ra për gjatë këtyre 3 viteve që po punoj tashmë, më ka ra çdo vit të punoj diçka tjetër. Mendoj prap në muzikë, po që të ligjëroj një lan tjetër. Momentalisht jam mësuese e pianos, jam vetëm në zavencim, po që këtë vit të punoj me fëmijë të vegjël, ta shoh atë botën e tyre të çuditshme, a dashurinë pa kushte që i japin, ka qenë një sfidë më vete, ka qenë një sfidë komplet ndryshe prej asaj punës për lëndë teorike me shkollën e mesme, me fëmijët adoleshent, po që jo, nuk është motivuese me një lloj mënyre, se më bën të hulumtoj te vetja. Ta shoh se cilat pjesë të mia duhen të përpunohen ende, cilat duhen të pasurohen ende, edhe ku janë ato mangësitë e mia në aspektet të profesionit. Se kjo puna ndoshta fakti që nuk e kemi atë punën e duhur, të nxjerr jashtë komfort zonës. Edhe kjo të bën të zgjerosh horizontet, edhe të hulumtosh. Edhe ke marrë anën pozitive edhe nga kjo. E kam kap anën pozitive, po, se nëse vetë se më thellohemi te kjo pjesa negative, atëherë hynë në ujrat të tjera, kështu që kjo është, pa. Orgez, zakonisht regjisorët nuk janë të punësuar, nuk ka një vend pune permanente. Si që tha Nora, në përgjithësi, artistët e nive bazohen më shumë në projekte. A është e frikshme kjo? Kur e mendon të ardhmë një i ri? Sigurisht është, po prapë se prapë ardhme është e paditur, nuk e mundësi të di se çfarë do ndodhë. Po edhe unë preferoj të shoh, nuk e di, pjesën pozitive të kësaj, që është një e mirë që e shoh për regjin, si regjisor, është se mundem të... Të eksplorosh në Po, mundem të eksploroj për shumë tema. Ke shumë vende, ke shumë personazhe, ke shumë teori, shumë filozofi që e sheh botën në një mënyrë tjetër dhe mëson më shumë për ta. Se nëse do të bësh një punë të mirë, duhet të dish se për çfarë po punon. Dhe po, sigurisht, është e frikshme, po në të njëjtën mënyrë është interesante se ta jep një liri për qenë të jep pak nomad. Po. Orgez, e përmendi eksperiencën e parë të punës, ta themi me shfaqjen që ka pas të diplomës, e që akoma po qëndroj derivon në repertor. Faktikisht edhe paka shumë e tregoj se ambienti mund t'jetë edhe mitësore edhe për një profesionist të ri. Si ka qenë puna jote e parë, Nora? Janë 2 në fakt. Paralelisht ka ndodhur të dyat. Në momentin që diplomova, kishte një hapësirë për zavencim në shkollën e mesme të muzikës, po që në të njëjtin moment u ftova edhe nga festivali Skupi Kamerfest i organizuar nga Muza, nga profesori Blerim Grubi, për të shkruar kritika për atë edicion të festivalit. Edhe realisht kanë qenë dyat paralelisht. Në të dyat në këtë anë fillova pjesën pedagogjike realisht, në pjesën tjetër fillova edhe si kritike e muzikës. Çuditërisht kjo pjesa e kritikës u pranua shumë mirë, u pranua me një sy ashtu shumë pozitiv. Ka mungu shumë, Nora, prandaj. Po, edhe ishte shumë e freskët. Ishte freski. Ishte e freskët, edhe pse kritika tash shpreha kritike të gjithë e marrim në aspektin negativ. Jo, është shumë e shëndosh. Në këtë rast kanë qenë edhe janë vështrime muzikologjike, vështrime në përgjithësi për muzikën edhe për një përshkrim, ndoshta do e kisha quajtur më sakt, për një koncert të caktuar ose për një interpretim të caktuar
caktuar për shkak se njerëzit ju mungon informacioni, po edhe ju mungon informacioni sakt. Tani nuk është edhe poenta unë të shkruaj një kritik të thellë me terma profesional, të cilën publiku i gjerë nuk do e kuptoj. Unë do e shkruaj, do e kuptojmë neve, apo komuniteti artistik, pjesa tjetër nuk do e kuptoj. Qëllimi është qëllimi është të bëhet një pasqyre të gjithë koncertit, që ndoshta njerëzve t'ju shfaqet një kurreshtje të vinë ta dëgjojnë koncertin, ose nuk e di, të regjistrojnë fëmijët në shkollën e ulët të muzikës, një fëmijë që është në shkollë të mesme ose në shkollë fillore ti vjen një pozitivitet ose një kurreshtje tutje që ndoshta unë mund të vazhdoj në studimin për muzikë. Edhe ishin disa ndërthurje këtu te kjo pjesa e kritikës, ndërsa pjesa pedagogjike ka qenë pak e frikshme, duhet ta pranoj kështu, për shkak se isha shumë e re ndoshta në mosh, pa përvojë, edhe të kesh punë si një 22-23 vjeçare të kesh punë me fëmijë adoleshent 15-16 vjet, është sfidë më vete, edhe është pak sado që është shkolla e muzikës edhe sado që janë pak në numër nxënësit aty, ishte pak e frikshme ajo çësia, mënyra se si do ta marrin të gjithë, a do të mundem unë, a jam unë për atë punë realisht, po që gradualisht e shoh që kjo pjesa pedagogjike, kjo pjesa nuk është që nuk më flen shumë, mendoj është mirë, është okay, e dua si pjesë, po nuk e di nëse do e kisha bë deri në fund të jetës këtë pjesë. Varësisht prej mundësive që kanë më ardhur tutje, por nuk e di, mbetet për të parë. Dhe të flasim pak për mbështetjen që institucionet e kanë për profesionistët e ri, e kanë ose nuk e kanë për profesionistët e ri. Si e vlerësoni rolin e institucioneve në këtë aspekt? A kanë institucionet tona një mentalitet për t'i pranu profesionistët e ri ose për t'ju dhënë hapësira profesionale profesionistëve të ri? A ka pas momente gjatë karrierës, si fillimit e karrierës tuaj si profesionist, ku institucionet ju kanë parë, ju kanë piketuar edhe ju kanë, si me thënë, kanë tentuar që bëjnë pjesë të strukturave të tyre? Ku e fillojmë? Këtu pak ju shokullon. Jo, realisht jo. Përgjigja për këtë është jo, që besoj që edhe Orgesi do më mbështes në këtë, jo. Duke pas parasysh hezitimin ton të dyve në këtë rast, jo. Të paktën për mua jo, edhe pse përmenda qysh në fillim edhe sqarova faktin edhe rëndësinë e muzikologjisë për ruajtjen edhe arkivimin e të gjithë krijimtarisë së kompozitorëve, po edhe në përgjithësi të muzikës, se neve kemi mungesë të institucionit të etnomuzikologjisë që mirret me ruajtjen e folklorit, kemi mungesë të etnomuzikologëve në përgjithësi, por për asnjërin edhe as për tjetrën nuk ka kërkesa as nga institucionet, po as nga individ të caktuar për ndonjë projekt të veçantë ose për ndonjë projekt ndoshta pak më madhor, se nuk është që nuk kemi personalitete neve këtu të cilat krijimtaria e cilëve duhet të ruhet, duhet të arkivohet, duhet ndoshta të klasifikohet, që gjenerata tutje, po edhe vetë historia ta mbaj mend. Neve shumë mirë dim që një gjë nëse nuk shënohet, nëse nuk shkruhet dikun humbet. E merr era, edhe është problem, duke pas parasysh që edhe momentalisht neve kemi një numër të mirë, konsiderueshëm të mirë të interpretuesve, krijimtaria e cilëve duhet të ruhet, koncertet e tyre duhet të ruhen, qoftë ato në pjesën audio apo audiovizuale, ose në pjesën e të shkruarit vetëm. Fakti që e përmendëm edhe monografin pak më herët, unë aty e pash se sa mungesë të madhe neve kemi, po flas gjithmonë për këtë pjesën, po për pjesën shqiptare të krijuesve që nuk ruhen. Në momentin që neve duam ta bëjmë një monografi, neve duhet të kemi material për ta bërë atë monografi. Fakti që neve nuk shkruajmë, nuk ingjëzojmë, nuk i kemi të ruajtur ato, neve nuk mund ta bëjmë monografin. Tutje mbas 20, 30 ose 40 viteve. Edhe shumë gjëra lidhen, neve nëse nuk fillojmë prej tani ta shtrojmë rrugën, tutje nuk kemi material për ta punu këtë. Edhe institucionet mendoj që nuk janë të vetëdijshëm për këtë moment, se ndoshta mund të na kërkojnë tutje për të punu diçka, po që çka do punojmë kur nuk kemi material të ruajtur, kur momentalisht nuk ka interes për këtë aspekt. Përveç institucioneve, a ka programe ose a keni hajsur në programe brenda vendit tonë për profesionistë të ri? Jo. Po tash ka, po këta nuk janë, si të them, nuk janë të shtetit, janë për flas për regjin, për këta. Mund të bësh një, si të them, mund të organizosh një vend që të merresh me shfaqjen nëse do të bësh, po edhe sigurisht mund është të aplikosh në shtet për
për fonde ose për gjëra të tilla, po prapë nuk është diçka që nuk e din, ndoshta nga shkaku që nuk jemi mësuar të mbështetemi shumë te sistemi, jemi mësuar të jemi më të pavarur me këtë punë. Po kjo është jashtë ekspertizës sime, nuk mund të them për ata. Po ajo është. Nuk mbështetemi shumë, të paktën më aq sa di unë. Po. Përveç Ministrisë së Kulturës, që e dim se ka ato plan programet vjetore ku profesionistët e ri të artit mund të orientohen ndoshta për të marrë një grant, një fond. Sa konsiderohet orkestra dhe skena e pavarur artistike në sensin që të mund ose të ketë tentativa nga artistët që të thithen fonde edhe nga jashtë shtetit dhe të krijohen ndoshta edhe institucione të tilla private ose mundësi që të ri do t'ja krijonin vetvetes në këtë rast. Mendoj kjo është një gjë që do krijohet nga nevoja. Nëse ekziston nuk është në një kapacitet shumë të madh. Po nevojë ka, po nuk është ende aq e zëshme sa ti bëj me. Mungon ndoshta iniciativa. Nuk e di nëse është iniciativa, nuk e di, ndoshta edhe nuk ka interes, po e di që ka një grup të vogël njerëzish, sado i vogël që tjetë, që duan të ketë një, si të them, po në këtë rast dhe në këtë festivalin Mojsiut. Po. E di që kishte deshim që të bëhet në Kosovë, në Shqipëri dhe në Maqedoninë e Veriut, një festival që i bashkon të gjithë. Dhe sigurisht ka pasur sa probleme, por nëse vazhdojmë të jemi të zëshëm për këta gjëra, që duam që të vazhdojmë me rrugën tonë, që duam të bëjmë një platformë, besoj që do e bëjmë. Besoj se është e mundur. Si e shihni veten në 5 ose 10 vitet e ardhshme në vendin tonë si profesionist të ri? Shumë pyetje diskutabile kjo, mund të them kështu, për shkak të gjitha arsyeve që i biseduam deri tani. Nuk e di saktësisht, nuk e di nëse mundem të t'jap një përgjigje konkrete, nuk e di në cilën fushë më saktësisht të muzikës do gjendem ose do përfundoj, pavarësisht prej si ka me na trajtu sisteme dhe mundësi që ka me na i dhuru, ose ndoshta se edhe nëse neve jemi kërkues, nëse edhe neve insistojmë, nëse nuk na mundsohet, nëse nuk na krijohet hapësira është kot, do jemi të mbyllur dikund. Nuk e di, sinqerisht nuk e di. Ndoshta për shkak se profesionet janë deficitare, ndoshta për shkak se mungesës të shumt, po që ka shumë elemente këtu brenda që më bëjnë ta jap këtë përgjigje jo të qartë edhe të pasigurt. Sigurisht, jemi të pasigurt, se nuk e dim se ku do na çojë jeta, si do shkojnë, nuk e di, punët ose të jashtme ose vetë nga brenda, nëse duam të vazhdojmë me këtë punë, nuk mund ta dim, po për mua do desha që në 5 ose 10 vitet e ardhshme të jem një mentor adekuat për ata që do vinë pas. Dhe mendoj atë punë do desha të merrem këto 5 deri 10 vite. Mirë, Orgesi paralajmëroj që i ka ambicet në akademi. Mendoj, ndoshta. A mendoni të emigroni për arsye profesionale ose me këmbgulje do të dëshironi të qëndroni këtu dhe të kontriboni? Si resurse shumë unike dhe shumë deficitare. Unë e kam ndërmend ta kryej një master jashtë, por sa po ta kryej kam ndërmend që të kthehem. Të kthehesh. Çfarë të motivon të kthehesh në atë rast, Orges? Dua që në gjithë të kaos. Jo, e di që është kaos, po nuk e di, është shtëpi. Kjo është legjitime. Po, është shtëpi në fund të fundit. Jam rrit në këto rrethe dhe e di që ka probleme dhe do desha që të bëjmë të paktën hapi i parë, ose jo hapi i parë, kërkoj ndjes dhe e heq atë që e thash, një nga hapat që vazhdojnë në krijimin e teatrit, të kulturës këtu në Maqedoninë e Veriut për shqiptarët. Ose po na shkoj mirë edhe Shqipërinë dhe Kosovën gjithashtu. Dhe një element tjetër që duhet përmendet në këtë rast është se edhe teatro ka shumë pak.
Nora i përmendi mungesën e institucioneve kulturore të profesionit të saj, të specifikisht të drejtimit të saj, por edhe teatro kemi shumë pak. Edhe kjo ndoshta e shkakton edhe këto lloj amullie tek artistët ose ata që diplomojnë në artin dramatik, sepse mundësit realisht janë shumë të pakta edhe për të zënë vend diku. Dhe kemi qytete që s'kanë dhe teatro fare. Sidomos qyteti për shembull nga ke dhe ti prej ardhin, Kërçova, që është një qytet me aq shumë të ri, të talentuar në sferën e teatrit, po që nuk ka një teatr dhe kjo pastaj krijon besoj edhe një diskrepancë dhe një është pak utopike kur ta mendosh. Ajo është mendoj se kjo është ajo që do e lind atë nevojën që të ketë më shumë. Mendoj kjo pasigurisë nuk do mundën ti lësh në baltë këta njerëz që duan të vazhdojnë jetën në këtë mënyrë, që të jenë pjesë e artit në këtë rast. Nuk mendoj se do mundesh ti lësh në baltë, sepse janë të Zoti për të bërë një punë të madhe. Dhe shpresoj që me këta numra që po rritemi dal nga dale të bëhet arsye që në ato vende të shtohet teatr, të ketë. Absolutisht. Ajo besoj do të ishte investimi më strategjik për të zgjedhur problemet në afatgjat. Nora, e mendon ikjen nga vendi ose emigrimin për arsye profesionale ose jo? Jo. Përkundrazi gjitha sfidave dhe gjitha mungesave të shumta që i përmenda deri tash, jo. Jam ashtu këmbgulse do të qëndroj këtu, edhe do tentoj të bëj diçka të mirë për rrethen, për njerëzit, pikërisht edhe ato që e tha Orgesi. Mendoj që duhet dikush të mbese këtu. Duhet dikush të ashtu e para, duhet të jetë dikush një lloj motivimi për të tjera që janë bas. Nëse të gjithë ikim, atëherë nuk automatikisht nuk kemi edhe hapje të institucioneve, automatikisht nuk kemi as jetë kulturore. Mendoj që duhet të jemi një lloj shtyse, ndoshta edhe ta shtyjmë njëri tjetrin, të shtyhemi vetvetiu me shumë forcë, po që duhet ta bëjmë këtë. Duhet ta bëjmë për të mirën e të gjithëve, edhe në aspektin shpirtëror, po edhe në aspektin profesional. Varësisht prej punës tutje, varësisht se në cilin sektor do përfundoj, po që nuk mendoj që do largohem muzikës, mendoj këtu duhet të jemi të qartë, nuk besoj që muzikës do i largohem, po që mendoj që do qëndroj këtu. Si dy profesionistë të ri që e ballafaqoni këtë lloj katrahure të sistemit, çfarë mendoni se do duhej të ndryshonte që të ishte më lehtë për profesionistët e ri? Çfarë do të ndryshonit ju po ta keshit fuqinë për të ndryshuar diçka? Lehtësia për t'i marrë informatat që ke nevojë. Një lehtësi për, si të them, një mbështetje më të madhe për atë që do të bësh. Po si do implementojë kjo, nuk jam i sigurt. Më duket se Nora ka një mënyrë konkrete, po aq mund të them një ease of access. Një qasje më të lehtë në informacione. Po, pikërisht këtë që e tha Orgesi, mendoj që ajo do mund të shfaqej nëpërmjet mbështetjes më të madhe për institucioneve, ndoshta konkretisht jo edhe hapjen institucioneve të reja, po të paktën një zgjerim të atyre që janë mundësive për më shumë të punësuara aty, se kemi kuadro që po diplomojnë, kemi kuadro që kanë diplomuar, kuadro të reja, ndoshta edhe një mbështetje pak më afatgjate prej, në këtë rast për Ministrisë së Kulturës, e cila i përkra artistët, po i përkra me një projekt. Ai projekt të maksimumi 2 deri në 3 herë është shfaqet i njëjti, edhe në këtë rast po flas për pjesën e muzikës, një koncert mbahet një herë. Nëse nuk kam jetë për të mbajtur në një qytet tjetër, atëherë mbahet vetëm në Shkup. Çka bëjmë me qytete tjera që janë më të vogla ku mungon jeta kulturore. Mandej si dëshirojmë neve që ata fëmijë prej atyre qyteteve pak më provinciale do i kisha thujt kështu, do dëshirojnë ta studiojnë artin, kur nuk ju ofrohet art atyre, asnjë lloj arti. Kështu që mendoj që kjo sistemi duhet të zgjerohet edhe jashtë kufive të Shkupit, jashtë qyteteve të mëdha, duhet i shoh edhe qytetet e vogla pak që të inspiroje njerëz të rinj, fëmijë të rinj. Edhe që t'jetë tamam nën për të gjithë, jo vetëm për kryeqytetin. Çfarë do t'i këshillonit ju profesionistët e ri të cilët e fillojnë tani rrugtimin e tyre profesional? Ose kanë tani ata mullinë se ku duhet të vazhdojnë? Të mos dorëzohen. Të mos dorëzohen. Ta dinë që do kenë shumë vështirësi
do kenë probleme që nuk mund të vi nga mendja se si dolin përpara, po që është mirë të vazhdosh, është mirë të mos ndalosh prej këtyre nga tresave dhe të përpiqesh të dalësh në një pozitë ku do mundesh ti drejtosh ato. Bukur? E mbështes plotësisht atë që tha Orgesi. Është pikërisht ajo. Nuk duhet ta lënë ëndrrën të ju ikë, edhe nuk duhet ëndra të ju mbese vetëm ëndër. Bukur. Ju falenderoj shumë që ishit pjesë e motivit sot në një diskutim pak më jo konvencional, po besoj që dahet një perspektivë shumë qartë dhe mbi gjitha një perspektivë shumë motivuese për të rit. Unë rëqmoj shumë kontributin tuaj sot në motiv. Ishte kënaqësi. Shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit Alina. Miq të dashur, këtu e përmbyllim këtë diskutim. Javën e ardhshme do të kemi në studio ekspert të konsulencës për karrierë dhe do të mundohemi që sa më thukt të futemi në këtë aspekt edhe të orientojmë maturantët edhe semi-maturantët. Do rishjemi sërish javën e ardhshme.